Përkundrazi, në një situatë të jashtëzakonshme, ajo është gjetur shumë mirë, kur farë motivi për përfitim të saj apo të ndokujt tjetër nuk mund të gjejnë, nëse ka akter të tjerë, të cilët nuk janë përgjigjur zotimeve të tyre, ka sërish mënyra për t'i adresuar këto. Por këtu nuk ka të bëj asgjë me fajsin apo përgjegjësin e Ministrës Rozeta. E qartë, të sundimi ligjit do mbesim edhe më tutje, zoti Kurti, në flasim për atë çfarë periudhës fundit, ose 2 vjeçarit fundit është diskutuar dhe është hapur fillimisht raportuar dhe nga një pjesë e opozitës, por edhe mediatike për atë që njihet si kontrata një burimore në qindra e mia kontrata një burimore, të cilat kanë vendosur në spikam një dyshim eventualisht për atë nëse ka korrupsion për brenda këtyre. Akuzat opozitare, raportimet mediatike në raste të ndryshme, në institucione të ndryshme, përsa i takon çështjes së kontratave një burimore. Si i keni parë dhe a keni gjetur bazë aty për të parë se diçka tjetër ka mundur të ndodhë ose eventualisht ka mundur të gjendet një rrugdalje tjetër përsa i takon këtij sistemi? Ne kemi bërë më të mirën që kemi mundur dhe kemi ditur, nuk kemi bërë asnjë shkelje ligjore dhe kontrata një burimore ka pasur në aspektin relativ, sepse ndoshta me ndonjë qeveri kemi qëndruar krahasuar më gjatë në pushtet, më shumë më herët se sa tani. Pra, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Më shumë ka pasur më herët kontrata një burimore se tani? Po, relativisht shikuar, sepse tash unë jam 4 vjet e 8 muaj kryeministër. Po, nuk e di nëse mblidhen, nuk mund të krahasohet me një mandat që ka pasur dikush më pak se 3 vjet. Mirë po, shefi i stafit, Luanda Lipi, ka bërë një analizë të hollësishme të kësaj dhe ai mund t'ua ofroj në mënyrë që e vërteta të jetë edhe e saktë. Nuk dyshoni ju për kontrata një burimore? Absolutisht, naskës dyshoj, sepse s'kemi bërë asnjë shkelje ligjore, përkundrazi. Kemi respektuar ligjin si askush tjetër, po dhe kemi detyruar të tjerët të respektojnë ligjin si asnjëherë tjetër. Keni pasur dyshime tek OSHP-ja me që